gjithësisë nuk është gjë tjetër veçse një mundësi për shtuar veprat e mira, një mundësi për të përgatitur për ahiretin, për ditën e kthimit tek Zoti i gjithësisë. Ashtu sikur sa kanë konsideruar dietarët më herët këtë botë, duke thënë që kjo botë nuk është gjë tjetër veçse arë e ahiretit. Pra atë që do të mbjellim këtu, atë përpjekje, atë punë që do të bëjmë në këtë botë, do ta gjejmë tek Zoti i gjithësisë. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam u pyet se cili është njeriu më i mirë, njeriu më i hajri, njeriu më i dobishëm të themi. Ai tha se kush jeton gjatë dhe shton veprat e mira, që jeton gjatë dhe vepra e tij është e mirë. Dhe kundërta e kësaj, kush është njeriu më i keq, është ai që jeton gjatë, por që shton në veprat e tij të këqija. Prandaj përgëzime për ne, përgëzime për ata të cilët jetojnë gjatë, sepse janë njerëzit më të mirë siç i ka përgëzuar pejgamberi alayhis salatu wassalam, por që njëkohësisht përgatiten, shtojnë vepra të mira, përgatiten për në ahiret, për ditën e kthimit tek Zoti i gjithësisë. والمؤمن أيها الإخوة إذا قال فيه العمر وبارك الله عز وجل في عمره أمكنه أن يتوب لله عز وجل، وإذا حسنت توبته وكانت توبة نصوحا بدل الله عز وجل سيئاته حسنات. لكن إذا مات فإنه لا ينفع نفسا إيمانها، وإذا غفر قوة الله فإنه لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنة من قبل كسبت في إيمانها خيرا. فنحن لله الحمد ما دمنا على قيد الحياة فإن باب التوبة مفتوح لله. Ne vetëm ata Zoti i gjithësisë të mundësitë të madhe siç e thamë mundësinë e të jetuarit. Dhe përsa kohë njeriu frymon dhe është gjallë, ende nuk ka ardhur shpirti i tij në gryk, ai ka mundësi të bëjë një vepër madhështore. Dhe kjo vepër është pikërisht teubja, pendimi i sinqert tek Zoti i gjithësisë. Dhe kush pendohet sinqerisht, kush është i vërtet në pendimin e tij, Allahu ka premtuar se veprat e tij të këqija do t'i shndrojë në vepra të mira. E ndërkohë, njeriu nuk do të presë momentin e vdekjes, atë çast, agoninë e vdekjes kur shpirti vjen në gryk, sepse në ato çaste nuk bën më dobi pendimi. Siç thot Zoti i gjithësisë, përveç atyre që kanë besuar dhe kanë fituar, kanë bërë vepra të mira në besimin e tyre, prandaj pendimi është një mundësi e jashtëzakonshme për gjithë ne që jemi gjallë.